Vazhdojmë me mbulimet në rajon. Udhëheqësit politik të Kosovës thanë sot se bisedimet me Serbinë duhet të mbahen pas zgjedhjeve të përgjithshme të 12 dhjetorit, pas të cilave vendi do të ketë përfaqësues të ligjshëm. Ata i bën këto komente pas takimeve që zhvilluan me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan dhe me eurodeputeten Doris Pack. Vizita e këtyre zyrtarëve të huaj bëhet një ditë pas rrëzimit të qeverisë dhe shpërndarjes së parlamentit. Ata shprehën bindjen se Kosova do të përjetojë në mënyrë demokratike proceset politike në vijim dhe zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Nga Prishtina e sjell hollësit korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan arriti për një vizitë dyditëshe në Kosovë, gjatë së cilës përveç takimeve me udhëheqësit e vendit, do të takojë edhe përfaqësuesit e komunitetit turk dhe rreth 530 trupa të vendit të tij që shërbejnë në kuadër të KFOR-it. Duke u bërë kryeministri i parë turk që viziton Kosovën, ai u prit me ceremoni të posaçme nga autoritetet e vendit. Kryeministri Erdogan tha sot se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë shtetin e ri dhe do të angazhohet për shtimin e njojave për pavarësinë e Kosovës. Ai shfaqi bindje se në këtë proces një rëndësi të veçantë do të kenë edhe bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke shprehur gatishmërinë për të ndihmuar këtë proces. Nitekim Belgrad'ın bakışında da u shikoj që kemi zhvillime pozitive në tek të dyja palët, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë. Dhe ne si Turqi jemi të gatshëm të bëjmë dhe pranojmë detyrën tonën në procesin e ardhshëm që të bëjmë atë që është e nevojshme, do ta pranojmë me dashuri, të marrim një detyrë për të hedhur hapa që kanë të bëjnë me stabilitetin dhe qëndrueshmërinë në Ballkan. Edhe deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pack theksoi nevojën që nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të dalë një qeveri e fuqishme, e cila si sta ajo duhet të nisë bisedimet me Beogradin. Ajo zotua se do të bëjë përpjekje që të jetë në Kosovë në kohën e zgjedhjeve. But I hope that then you can really have a strong government which has to look forward. Por shpresoj se pastaj do të keni vërtet një qeveri të fuqishme, e cila duhet të shikoj përpara lidhur me atë që është vendosur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se duhet të ketë bisedime për situatën e dy shteteve fqinje e mike, tha zonja Pack, e cila sot mori titullin doktor honoris causa të Universitetit të Prishtinës. Udhëheqësit e Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakub Krasniqi dhe kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ritheksuan gatishmërinë për të biseduar me palën serbe. Ne jemi për bisedimet dhe sigurisht që zgjedhjet e jashtëzakonshme kërkojnë që konstituimin e institucioneve të Kosovës dhe fillimin e bisedimeve. Mendoj që në këtë rafsh jemi në mënyrë në një dakord të plot se institucionet e Kosovës të dalën nga zgjedhjet duhet të marrin përgjegjësinë e bisedimeve. Në këtë drejtim, unë dua të besoj se po shoh një vullnet më të mirë dhe më pozitiv edhe në Beograd, në mënyrë që të ndërtojnë këto relacione ndërshtetërore dhe dy vendet tona, edhe Kosova, edhe Serbia, si vendet e pavarura të jenë pjesë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Autoritetet mirëpritën gatishmërinë e kryeministrit turk për të mbështetur proceset politike që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë në rajon dhe për të ndihmuar rikthëmbjen ekonomike të Kosovës. Kryeministri turk tash e tutje do të jetë qytetar nderi i Prizrenit dhe doktor honoris causa i Universitetit të Prishtinës, dy tituj këta që janë ndarë në shenjë mirënjohje për rolin e Turqisë gjatë luftës dhe pas saj në Kosovë. Aktualisht kompanitë të fuqishme turke janë të përfshira në disa projekte të mëdha, siç është ai ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe zhvillimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu.